E kam pyetën nga dietarët e hershëm, ka thonë, kush është armiku yt? Ka thonë, vallahi se kam armik ato që më vjedh, as ato që më shan, por e kam armik atë i cili duke qenë unë mirë me Allahun tenton me mprish me te. Që kja është ato? Nga se nuk kemi diçka më të rëndësishme se Allahu xhalla xhelaluhu. Raporti ynë me Allahun është realisht raporti fillestar, bazik për gjitha raportet tjera. Kështu që me kë mund të kemi punë mirë kur me Allahun se kemi mirë? Dietarët e hershëm kanë thënë, men wajad Allah madha faqat. Ai që e ka gjetë Allahun, çfarë ka humbë? E ai që faqad Allah, me ledhi wajad. Ai që ka humbë Allahun, çka ka gjetë? Kallëzoni ai që ka humbë Allahun, çka ka gjetë? E ti që e ke gjetë Allahun, çka ke humbë? Nëse ke gjetë Allahun xhallahu ala, e ke gjetë besimin, udhëzimin, e ke gjetë lidhjen me Allahun xhallahu ala, e ka politarin e tij. Çfarë të ka humbë nga kjo dunja që realisht vjen zhrik që se ki? Kurgjë. Gjithë Allahu t'i kompenzon dhe shumë fish më tepër. Por ai që Allahun e ka humbë, a thua çka ka gjetë? A ka gjetë rahatin? A ka gjetë lumturinë? A ka gjetë qetësinë? Padyshim se jo.